Nëse propozohet për president, kur thash që një prej opsione, pra nuk është që ka dalë momentin e fundit ky, Glauku dhe ka pik për Nëse do qiellit. duhet të zgjidhej dikush me librezë partijake më i përshtatshëm, që do rrethon, më legjitim se Glauku Newsa. Pse nuk ishte Vjosa Osmani më përshtatshëm? Ajo zoja ka kryer misionin e vet. Pse? Sepse ajo ka pas një marrëveshje për me qenë presidente për 5 vitet e kaluara. Okej, domethënë pra nuk është që ka pasur më pak vota se Konjufca. Deri para 2 ditësh tonit nuk bën Vjosa se nuk i ka votat e LDK-s. Tash Glauku që nuk i ka votat e LDK-s bën. Vjosa nuk ka librezë partijake. Aja ka qenë me nuk ka. ka dalë. Po son kriteri më shumë se Glauku. Unë jam të thonë se duhet me librezë partijake dhe është motë në popull të zgjedhje, ma legjitim se zoti Konjufca edhe një arsye shtesë është që ka qenë i pranueshëm për kryetarët e kuvendit prej subjekteve. Po më kanë votu. Po, unë nuk e di çau botash për një moment. Ka dallim. Qëllimin e kanë ato që tha Krasniqi për fillimit. Opozita veç duhet me blloku, le ta blllokojnë. Jo, bre, nuk është, jo, nuk e thash. Mos e devija. Drejtora, drejtime që po thot Krasniqi po i vjen që opozita s'ka më shumë edhe u krima. Qëllimi i opozitës është me qenë gardian i rujtës të interesit vendit aq sa ka përgjithësi. Zgjidh presidentin jemi ty fol. Kemi qartë. Tash, Jo që shpo qeveria. në rrethonat që jemi tash,